Plaka që hidhen nëpër degët e ullinjve, hije që përndjekin shtëpitë të moshuarve dhe fëmijë që marrin mesazhe nga djalli. Nëse këto lloj historish ju pëlqejnë, ju ftoj të shikoni këtë video. Hej, përshëndetje, mirë se erdhët në Mr. Land. Emri më është Eri, këtu na tregojmë histori true crime, paranormale dhe gjëra të tjera të ngjashme. Dhe nëse dëgjoni zhurma të çuditshme, është sepse kemi punime në shtëpi. Dhe këtë video unë mesi kam gjetur një kohë tani që nuk dëgohet shumë zhurma që po e bëj dhe shpresoj ta përfundoj, sepse sa herë që nis diçka dhe është rëmuj, ka gjithmonë probleme më pas. Nëse më ndiqni në TikTok, atëherë pjesës së parë të videos bëjni skip sepse këtë historinë unë e tregova te TikToku. Janë dy histori në fakt që unë sapo i kam marrë vesh javën e fundit. Janë histori paranormale, por nuk janë të vetmet që do t'tregoj sot. Por sigurisht që mendova këtë. Jo gjithë njerëzit më ndjekin edhe tek TikToku, kështu që për ata që nuk më ndjekin atje, por më ndjekin vetëm tek YouTube-i, ja ku po ju a tregoj këto historitë. Dhe do ta nisim pikërisht me këto histori në fakt. Histori që mua mi tregoj mami vetëm para disa ditësh. Ja, filloi çekiçi. Nëse mami një ditë, një natë në fakt, sigurisht natën do gjente, vjen dhe më thot, kam një histori perfekte për ta treguar ti tek YouTube-i. Ja fiksuar gjithë, nuk kam çaj bëj. Tregon që në fakt të historinë, me sa duket është treguar historia nëpër familje për vite me radhë, por mami me kisha harruar komplet. Dhe një ditë e kisha rikujtuar tezja në telefon dhe ma tregon mua. Dhe me sa duket, historitë paranormale në familjen time nuk ka nisur me prindrit e mi siç mendoja unë. Pas ka nisur me stërgjyshen time. Për t'ju dhënë pak background, pak kontekst, gjyshrit e mi nga mami të dy kanë mbetur jetim që kur kanë qenë të vegjël, gjyshi kur ka qenë 2 vjeç, gjysha kur ka qenë 7 vjeçe, dhe i kanë rritur si thua familjarët e tyre. Dhe në fakt të historinë e ka treguar nusja Xhaxhait të gjyshit, që ka rritur gjyshin. Bëhet fjalë për gjyshen e gjyshit pra, që i ka ndodhur historia. Dhe tregon që stërgjyshja ime në këtë pikë pas ka shkuar për të moshur ujë tek kroi i fshatit që quhej Hudra e Krave. Nuk e di janë ca emra të çuditshëm, kështu nëse jeni nga Shqipëria mesme, nga zona e fshatrave të Qiakut, me siguri e dini. Nuk e di, pyesni gjyshit tuaj për këtë pjesë, ndoshta i njohin. Dhe tregon që duke zbritur, sepse kroji ishte kështu në një fushë dhe duhet kaloje një kodër për të shkuar. Duke zbritur nga kodra dhe po i drejtoi krojit, te kroji shikon një grua që kjo e njihte sepse ishte tek lagja. Mirë po nuk e përshëndet sepse ishin larg dhe thot do afrohem aty dhe do i flas. Mirë po sa më shumë që kjo afrohej te kroji, aq më shumë kjo gruaja ikte. Dhe mbasi ka lënë enët te kroji, hedh kokën më njanë, hedh syt më njanë për të parë ku shkoi kjo gruaja, pse u largua dhe shikon gruan në fushën e ullinjve që kapej tek degët dhe do të thënë lëkundej nëpër degët e ullinjve. Kjo grua ishte një grua e moshuar, nuk ishte lëvizje që mund bënte një grua e moshuar, dhe megjithatë stërgjyshja i ishte betuar njerëzve kur ka treguar më pas historinë që e shikonte këtë gruan që lëkundej nëpër degët e ullinjve. Tmerr. Dhe këtu ka atë momentin që kishte kuptuar që ndoshta nuk ishte ajo gruaja, mund të ishte diçka tjetër. Sa herë kam bërë story time paranormale ku kam treguar historitë e mia, ju kam treguar që ka nisur gjithçka kur kam qenë fëmijë tek shtëpia e prindërve të mi që u shkatruan nga tërmeti. Dhe që kam qenë e vogël, kisha këtë ndjesinë sikur kishte diçka magjike te shtëpia jonë ose kishte ndonjë prezencë. Deri në këtë moment, në fakt, gjithmonë kisha mbushur mendjen vetes që bëj fjalë për fantazinë time, që jam tip shumë i ndjeshëm, ndjej nostalgji ndoshta për fëmijërinë time. Ndoshta nuk është tamam kështu, sepse ka diçka që fshihet mbrapa shtëpisë time dhe unë e kam marrë vesh këtë javën e fundit. Pra, nuk është se kisha ndier vetëm unë këtë gjë. Fshati im, në fakt fshati ka qenë dikur më sipër, ka qenë në Kodër dhe pjesa ku është tani fshati dhe ku është shtëpia, dhe në fakt janë gjithë shtëpitë janë rresht aty,
ka qenë dikur tokë bujqësore që kultivoheshin gjëra gjatë kohës komunizmit, toka e kooperativës, si thonin. Dhe mu mbrapa shtëpisë tonë, tokës tonë, sepse shtëpia ka një obor përpara dhe një obor shumë të madh mbrapa. Dhe në fund të oborit në mbrapa shtëpie është një përrua, desh thash lumë, është një përrua. Tek përroj ka qenë një pemë gjigante, thot mami, po mami nuk e ka gjetur kur ka ardhur nuse. Do të thënë e kanë ditur, e kanë parë gjyshrit e mi. Dhe gjyshrit e mi tregonin që në fakt gjithë fshati aty kishte parë dhe dëgjuar zëra dhe thonin që aty është një shpirt. A është i mirë, a është i keq të se dim ne, po si do qoftë. Mua aty problemi është që unë kur kam qenë e vogël luaja pikërisht aty. Unë mbaj mend që babi më pat mbjell një arr është akoma, dhe vuri një lisharse, ku unë luaja ku isha e vogël, dhe kisha një tërheqje, një energji që nuk e di se çfarë ishte tek ky vendi. Mu afër përrojit pra. Dhe kur mami mua më tregoi këtë historinë që do t'ju tregoj tani, teknikisht e konfirmoj që diçka ka aty. Mami më tregon që kur kam qenë 6 muajshe, shtëpia është bler përpara se të lindja unë. Do të disa muaj përpara se të lindja unë. Dhe unë kam qenë 6 muajshe, mami sigurisht që ngrihej natën për të më ushqyer mua, sepse unë qaja. Dhe një natë ngrihet dhe dëgjon zhurma si zhurma e ecis të gomarit. Tani prindët e mi kishin, familja ime kishte bakti, jo shumë, një lop, duhet se 2 lop kemi pas, dhe një gomar. Gomari mbahej nga ana e djathtë e shtëpisë, do të thonë jo te shtëpia, kishte atë të vetën, të bërë lëmsh tani, kishte atë vendin e vet se kurinte. Mirë po mami dëgjon nga ana tjetër, nga ana e kundërt të oborrit, dhe thot mos, thot pas ka shpëtuar gomari, pas ka ikur, është zgjidhur dhe ka ikur. Një gjë e tillë është e tmeshme në fshat, nuk e di nëse keni të afër mos e jeni nga fshati ose keni pasur ndonjëherë kafsh, po të tiki baktia ose të tiki kafsha është shumë e vështirë pastaj ta kapësh dhe ta gjesh. Dhe mami shqetësohet. Del me një herë ndes dritën, del mbrapa shtëpie, shkon tek vendi ku dhe gomari ishte në vend, nuk ishte zgjidhur, nuk ishte ikur, ishte aty, s'kishte lëvizur fare. Kështu që mami më pas ja thon të histori babit, dhe babi tregon historinë që ju thash unë, pra që gjithë fshati ka pas dëgjuar gjëra dhe parë gjëra aty tek shtëpia jonë. Unë jam njëri shumë e fat që mua gjithë të kohës më ka ndodhur asgjë e keqe. Do të thonë, çudisin edhe prindërit e mi se si më linin që të luaj atje dhe nuk i bënte përshtypje fare, po ne të fshatit jemi çik kështu që nuk është se ta tremb kollaj. Edhe babi kështu kishte thënë mami që lëra ama se i ka ra rruga këtej, imagjinojeni. Mezi po pres herën tjetër që do shkoj në Shqipëri, dhe do t'ju tregoj në video, do të thënë vendin tamam se ku ndodhet, ku unë luaja dhe se sa afër është me atë vendi ku qen pema, sepse pema me sa di unë nuk është më, ose ndoshta është trungu, nuk e di fare këtë pjesën, po do më pëlqente të bëja një video dedikuar kësaj, dhe ndoshta mund të kapim ndonjë gjë në kamer, por mbetet një projekt i ardhmes. Por nuk mbarojnë këtu historitë e frikshme, le të tregojmë ato 2 historitë e tjera që unë i kam gjetur në internet. Në fakt, njërën e gjeta rastësisht, ju kam thënë gjithmonë që unë sa herë që bëj ndonjë punë dore, më pëlqen të vendos YouTube-in dhe thjesht dëgjoj histori çfarë tregon njerëzit, dhe më doli përpara një video nga këto ku bën një kështu compilation, pra disa video të së njëjtës temë ose tema të ngjashme, dhe ishte një video me koleksion historish paranormale nga TikTok-u në fakt. Dhe e gjeta profilin në TikTok të personit që e ka bërë story time-in. Kjo historia është e frikshme. Personi në fjalë tregon që punonte në kujdesin për të moshuarit. Pra, janë këta personat që paguhen që të rinë me personat të moshuar. Është një fenomen shumë i ngjashëm, edhe këtu në Itali ka shumë njerëz që punësohen, jo të gjithë njerëzit arrin të kujdesen për prindrit e tyre, kështu që shpeshherë ka nevojë që duhet punojnë sigurisht dhe punësojnë dikë tjetër që ta bëjnë në vendin e tyre. Zonja tregon që punonte për një kompani që pikërisht gjente njerëz kështu, edhe i gjej një kliente, shkonte ky klienti, ishte një zonjë moshuar, shkonte shpesh, kolegët e saj shkonin paradite, kjo shkonte natën, dhe shkon atë natë, nis çdo gjë në rregull,
plaka ishte duke bërë fest, i pëlqente të kërcente, okay? Dhe një kolegja e saj vjen në atë moment thjesht për të lënë diçka. Kishte një karrike. Merr një karrike e vendos në fund të dhomës, në fund të korridorit, dhe thjesht e lë aty. Dhe thotë është pjesë e dekorimeve, zonjës si pëlqen këto lloj dekorimesh. Kjo nuk bën zë, duket diçka normale, okay, e çuditshme pak, po thotë okay, e ka kërkuar zonja, ç'a ti bëjmë ne? E vendos zonjën që të flej gjumë. Dhe ndodh diçka sepse tek kjo karrikja shikon një hije. Përveç saj gjonte zhurmë një bastuni. Keni parasysh ato shkopat që përdorin pleqt? Gjon zhurmën e saj. Mirë po nuk po e kuptonte se ç'a ishte. A ishte burra, ishte grua, ishte thjesht një hije ulur mbi këtë karrike. E frikshme, zonja, gruaja në këtë rast që kujdese për zonjën e moshuar, kishte Biblën me vete, nxjerr Biblën, fillon të thotë lutje dhe hija nuk po reagonte. Një moment ngrihet, shkon në banjo, del prap dhe në momentin që del nga banjo, ndërkohë që kjo vazhdon të lutet me shumë forcë, nuk e di, imagjinojeni gjithë ato filmat horror që keni parë ku për shembull prifti fillon të bëjë të lutjet e forta, imagjinojeni atë skenën. Kështu e përshkruan zonja dhe shikon këtë hijen që bën një hedhje dhe zhduket. Po ajo kishte instaluar kamera në shtëpi dhe shkon të shohë kamerat. Dhe tek ekrani i del një fytyrë e frikshme. E kupton që ishte i përkiste po të njëjtës hije që kishte parë përpara. Fillon prap të lutet, prap të mbaruar. Dhe nga kamera kjo fytyrë i shfaqet përpara syve. Të fillon të shfaqet dhe nuk fshihet më, domethënë nuk do t'ja di më. Kjo vazhdon të lutet, nuk bën asnjë lloj gjëje lutja. Dhe në një moment, ndërkohë që vazhdon të lutet, dëgjon që i bin ziles. Sigurisht që nuk e hap, sepse e imagjinon se ç'a është, por shikon nga dritarja dhe përveç hijes që vazhdon të sillet nëpër shtëpi kjo hija, përveç hijes, shikon nga dritarja dy hije të tjera, si krijesa të tjera e të mërshme. Ndërkohë që është duke parë këto gjëra, fillon të dëgjoj zhurma nga dhoma e gjumit ku është zonja, duke fjetur dhe është zonja që mezi po merrte frym. Shkon me njëherë ndez dritën, zonja është të mbaruar, fillon të qaj dhe t'u lë rasti dhe thotë që unë nuk jam gati që t'iki. Ajo i qetëson, i thotë nuk ka asgjë, mos e vrit mendje, nuk është asgjë, a do të lutemi bashkë, i thotë, si s'kishte ndodhur ndonjëherë, domethënë që kjo plaka të lutej, dhe i thotë po, thotë dua të lutemi bashkë. Fillojnë të luten bashkë dhe ndërkohë që po luten, shikon mu tek dhoma, shikon prap hijen. Dhe hija vazhdon të rri aty dhe nuk lëviz. Dhe kjo gruaja fillon dhe mendon çka ka bërë kjo plaka kaq të tmeshme në jetën e saj, që sepse ajo mendon që bëhet fjalë për angjëllin e vdekjes. Plaka ishte e vjetër, e smur, mendon që kjo hija mund të jetë angjëlli i vdekjes që ka ardhur ta marrë. Po pse në këtë lloj mënyre kaq të frikshme? Sepse gruaja kishte parë në fytyrë, nuk kishte një pamje të bukur dhe pse në një mënyrë kaq të frikshme, thotë, çka ka bërë kjo plaka kaq të tmeshme në jetën e saj që t'i dalin në këtë lloj mënyre. Arrit ta qetësoj plakën, okay, kthehet në shtëpi dhe të nesërmen merr vesh që plaka kishte vdekur. Kështu që ndoshta hija që kishte parë kishte qenë vërtet angjëlli i vdekjes. Nuk e di, ndoshta sepse unë jam edhe besimtare dhe do të thënë në fenë islame përmendet kjo pjesa e angjëllit të vdekjes që njerëzit të këqinj i paraqitet vërtet në mënyrë të frikshme, kështu mendohet. Nuk e di. Edhe ajo gruaja thot këtë që ç'a ishte kjo krijesa që nuk largohej as me lutje. Domethënë, se zakonisht kur janë krijesa të këqija, në momentin që ti lutesh, ikën, por kjo krijesa jo, ndoshta sepse nuk ishte tamam një krijesë keqe, por duhet ta bënte punën e vet në atë lloj mënyre. I dukur në atë lloj mënyre, pavarësisht se ishte i frikshëm, sepse ishte ajo çfarë kishte merituar personi, shpirti i cili do merrte. Hailey Reese është një youtubere kanadeze e cila ka nisur kanalin e saj pikërisht me histori paranormale. Dhe një nga historitë e para që në fakt bëri boom me klikime ishte pikërisht ky story time, ku ajo tregon se si
aksidentalisht kishte përfunduar duke qenë dado e një fëmije të pushtuar. Tregon që kishte pasur lëllë rastesh, por ky rast në veçantë kishte futur të dridhura. Hailey tregon që nis gjithçka kur fqinja e saj, së cilës Hailey ndonjëherë ja shikonte fëmijët, i kërkon që të bëhet dado për një zonjë tjetër. Dhe nëna nuk mund t'i mbante fëmijët sepse ishte gjithkohës në punë. Kështu që gjyshja ishte ofruar duke qenë se ishte në pension të kujdesej për fëmijët. Mirë po edhe gjyshja kishte punë të veta tash si gjithë njerëzit dhe kërkon ndihmën e Haileyt, e cila thot, "Okej, patjetër." Herën e parë që shkon te shtëpia, shkon në mëngjes herët, duhet të rinte aty pjesën e mëngjesit përpara se fëmijët të zgjoheshin. Dhe vëre dy gjëra çuditshme. Shtëpia ishte shumë e vjetër dhe shtëpia ishte shumë afër varrezave. Djali ajo i quan Grayson ishte 5 vjeç, ndërsa motra e tij ishte Emilia, ishte 7 vjeçe. Fëmijët zgjohen, vinë në dhomën e ndenjes, takojnë Haileyn, miqësohen me të. Para Emilia i thot Haileyt që kishte ndonjëherë ndjesin sikur donte t'i bënte keq njerëzve. Domethënë kishte momente që nuk e kontrollonte dot nervat e saj. The first one was that she wanted to go play in the cemetery, and I told her that I didn't really feel that that was appropriate, and she said that her grandma always let her go and play in the cemetery, and I said, well, I'll talk to your grandma, but unfortunately I'm not going to go do it before I talk to her. Dhe Hailey këtu është, jo. I thot, jo, më fal, i thot, po unë nuk mund të lejoj ta bësh një gjë tillë pa ardhur në fillim gjyshja dhe pa folur me të, sepse nuk është diçka shumë normale që një fëmijë të luajë te varrezat. Dhe Emilia që i thot, po shumë normale se mua gjyshja më lë gjithkohës që ta bëj një gjë tillë. Okej, kur vjen gjyshja, Hailey i thot kështu puna dhe gjyshja i thot, e di, i thot, thjesht nuk ja vlen ti thua që mos shko sepse do shkoj s'do qoftë, kështu që unë nuk e ndaloj më që të shkoj tuaj te varrezat. Okej. Bravo gjysha. Okej, mbaron hera e parë, mbas disa ditësh e thret prap, kësaj here i thot që duhet rinte deri në orën 2-3 natës, sepse gjyshja kishte një dasëm. Okej, shkon Hailey, dhe që mbas dite fillojnë gjërat çuditshme. She would say things like, they're coming now. She drew herself with all this darkness around her, like dark little figures. And she was drawing it, and she had this sinister look in her eyes. And I asked her, what's the inspiration behind your picture? And she said, it's me at night when the darkness comes to visit. They're what make me do the bad things. Kur gjoni gjë të tillë, Hailey thot, okay, ndoshta ka parë ndonjë gjë në internet, a ka dëgjuar ndonjë gjë që s'duhet ta dëgjonte. Më pas, kur flet me gjyshen, ajo i konfirmon që në fakt nuk e lejonte vajzën as në internet, në televizor kontrollonin çdo gjë, në shkollë po ashtu, domethënë nuk kishte se si vajza të kishte dëgjuar këto gjëra. Okej, i vendos fëmijët në gjumë, shkon poshtë të shikoj një film sepse nuk donte ta zinte gjumi, e imagjinoj edhe unë nuk do doja të flija. Dhe nga ora 1 natës dëgjon hapa që zbresin dal nga dalë të dhoma ndjenjes. Ishte Emilia. Ajo i thot, Hailey thot, Emilia, çfarë ka ndodhur? Është shumë vonë, duhet të jesh duke fjetur tani. Emilia i thot, jo thot, nuk mund të flej sepse po pres ata që të vinë të më japin mesazhin e tyre. Si mund ta shkruaj mesazhin pa nëse flej gjumë? Dhe Hailey thot, për çfarë mesazhi po flet? Edhe ajo thot, mund të ta tregoj mesazhin. Dhe merr Haileyn, e çon te dhoma dhe I tregon një letër. First page, at the top it says Lucifer's eye. And then in brackets it says the all-seeing eye. And it says, I see everything, I represent the world, I know everything. She had a poem called The Last Breath. The first sentence is, hear my warning, human of light. Okay? And then it says, a few lines down, it goes, when it seems to be the night, monsters and shadows shall give you fright. This is a 7-year-old little girl, okay? Like, this is what blows my mind to this day. Like, there's no way, unless, do some research, guys, see if you can find this poem online, because unless this poem is from online, like, there's no way that a 7-year-old child should be able to write like this. Like, I just don't understand it. And it says, they'll creep without a trace. When they speed up their pace, it's blood the shadows will taste. When you have failed, a price you must pay. For when the monsters see you bailed, they'll take your last breath away.
E nga një moment e mbrapa, gjërat vetëm përkeqësohen. Hailey tregon që Emilia fliste për gjëra të frikshme, për gjëra të dhunshme, skena, nuk e di, domethënë gjëra që ti mund t'i shohësh në një film horror, po të gjithë betoheshin që vajza s'kishte se si t'i shikonte këto gjëra, sepse nuk ishte as telefon, as filma, as, domethënë çdo gjë ishte super e kontrolluar. Kur ja tregon këto gjëra gjyshes, flet me gjyshen e fëmijëve pra, gjysha i thot, po thot ne kemi vajzën në kujdesin e psikiatrëve. Pra vajza po ndiqej nga psikiatër, dhe domethënë ata i kishin vënë re këto sjelljet e saj, sepse vajza në momenti që kishte këto momentet e frikshme, pra kur fliste për këto gjërat, ndryshonte komplet karakter. Pra bëhej agresive, e dhunshme, domethënë gjëra jo shumë normale dhe kishin dyshuar sigurisht për problemet personaliteti, diçka tjetër, të gjithë testet kishin ardhur negative. Vajza nuk kishte një problem të shëndetit mendor. Ama kur kishte këto momentet, ndryshonte komplet, nuk ishte më vetvetja. Për këtë arsye Hailey vendos të mos shkojë më, të mos punoj më për ta, është të tmerruar, e kuptoj shumë mirë, por ndodh që nëna e fëmijëve një ditë e kontakton dhe i thot, shiko, fëmijët janë tek shtëpia ime, kam nevojë urgjente për një dado, vërtet është puna shumë keq, kam nevojë për ty, të lutem, i thot, edhe këtë herë të lutem meja. Okej, Hailey pranon, një herë të fundit, shkon dhe çdo gjë është normale. Vajza Emilia pra nuk ka asnjë sjellje të çuditshme, nuk shkruan asgjë, nuk bën asgjë. Dhe Hailey e pyet, thot po ato gjërat e çuditshme që ty të ndodhin te shtëpia e gjyshes nuk të ndodhin këtu, dhe vajza i thot, jo, te shtëpia e mamit nuk vinë miqtë e mi. Nuk vinë këtu. Vetëm atje te shtëpia e gjyshes vinë. Dhe me këtë historinë e frikshme, duke ju rikujtuar të mos i shikoni asnjëherë videot e mia gjatë natës, se këtë problem e kam me TikTokut. Sa herë që unë nxjerr histori, më vijnë komente, po pse gjatë natës, do unë i kam postuar që ndrek. Mos i shikoni këto gjatë natës, siç ju them gjithmonë, mos i merrni shumë seriozisht, mos i lejoni që t'ju prekin jetën tuaj, qetësinë tuaj mendore. Në fund të ditës asgjë nuk është e provuar. Më shumë mirë të ketë një shpjegim shkencor për gjitha këto gjërat, kështu që mos u shqetësoni. Unë shpresoj që t'e keni kaluar bukur me këtë videon, shpresoj që të mos jeni tmerruar shumë dhe ne do të rritemi herës tjetër me një tjetër video. Mos harroni të bëni subscribe, të lini një like dhe një koment me mendimin tuaj mbi këtë histori. Ciao.